Në këtë video do të mësojmë se si me bo një punim të thjesht duke u bazuar në mësimet paraprake. Për këtë ushtrim po e zgjedhi gjashtkëndshën edhe me shift po e krijoj parafërsisht kështu. Pastaj, nëse ofrohem këtu, kursorin ndryshon formën edhe e sjellë formën në këtë rrjedhë. Okej, hapi tjetër, muj me kliku këtu të pen tool apo duke klikuar shkruesën tastier P. Pastaj me Alt e rriti edhe zvogloj, domethënë e afroj apo e largoj formën. Okej. Pasi klikova pen tool, klikoj këtu te pika. Pastaj vi këtu dikon, na ndihmon ato Photoshopi automatikisht shikon na shfaqet këtu pak një pikë që na orienton neve a jena parafërsisht mirë. Okej. Po klikojnë këtë pikën këtu, pastaj këtë pikën edhe në fund të kjo pika tjetër. Qëllimi ishte me bashku pikat. Okej. Hapi tjetër po klikoj këtu te Direct Selection Tool apo me shkruesën V. Pastaj po klikoj te ngjyra këtu dy herë edhe në anë sa njëjtë ngjyrë, do të thonë vetëm po shkoj pe e mbylli pak. Okej. Shikoni tani si duket. Hapi tjetër është pra po shkoj te Pen Tool edhe po klikoj këtu. Më thonë gjdo qash. Shikone, edhe këto nalë, të të mi bashku pikat. Okej, hapi tjetër, po klikoj dy herë, edhe po e bëjnë ngjyrën edhe pak më mbëllët. Okej, shikoni tani si po duket si 3D. Okej, pe selektoj kështu të tri, se tash për momentin është një formë kjo në veti, edhe është kjo si ansore edhe kjo. Më thonë, vetëm këtu dyja që ashtova, qërë në si divizi kështu, më thonë këtu dyja që ashtova e boni gjashtkëndshën më duk si kur 4 3D. Okej, pi selektoj këtu, edhe me Ctrl G, bohën grup, apo e kena object edhe grup. Më thonë, Ctrl G e bomi grup, a Ctrl Shift G bohët an grup. Këtë rast, pi selektoj, pi bëjt Ctrl G, shikoni tani, është vetëm një formë. Okej, hapi tjetër, po ja afroj këtu parafërsisht, ndërsa me Ctrl edhe Alt, do të thonë e selektoj njëherë kët, pastaj Ctrl Alt edhe ngrej anash, do të thonë shikoni u bë kopje, drag and drop. Tash pe selektoj një Ctrl Alt, po e bëj anash, po tash pe selektoj 2 kështu, i bëj 5 copa. Okej. Tani pe selektoj edhe për më siguru ai ku mbo drejt këtu. E kom këtë opcionin, klikoj këtu, e bëj Align to Selection, pastaj këto që ko vjen mes, Vertical Align Center, e klikoj këtu drejtohen. Edhe këtu po më duket pak, këtu të hapësirë, okej. Tani, pi selektoj vetëm 4, Ctrl Alt, po i bëj drag and drop, po i rriti hapësirën, edhe pi ofroj për shembull këtu. Okej. Këtu pak ti ofroj, pi selektoj majtas. Mirë. Tash pi selektoj vetëm 3. Ctrl do të thonë Alt pi ngrej. Edhe këtu pi vendosi. Pastaj vetëm 2. Selektoj Ctrl Alt pi ngrej. Edhe pastaj vetëm 1. Okej. Tani po i selektoj të gjitha edhe me shift po i zvogloj në mënyrë proporcionale. Shikoj, kjo ishte ushtrimi për sot.